Ky emision mundësohet nga Një përshëndetje shumë e madhe për krejt ju që sapo jeni stacionu në kanalin zyrtar në YouTube, në Zo me Albina Zeneljen. Shumë interesant me thonë emrin tënd, tash 8 vjet vetëm për YouTube, e duke e ditë që gjatë kësaj jave YouTube ka mbush plot 20 vjet prej themelimit, qysh prej 2005 një platformë që në fillim ka postu vetëm video të shkurtra, e më pas duke u zgjeruar e duke na dhënë mundësi të shumta që veprimtarit tona me zhvillu përmes këtij aplikacione ose kësaj platforme gjigante që lirisht mundemi me thonë sipas studimeve të realizuara online sigurisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mëtej, kam botë të ditur që YouTube së shpejti mundet me zëvendësu televizionin tradicional dhe kjo është pikërisht arsyeja pse në Zoom ka vendos me rrugtu tash 8 vite, pra prej 2017, prill 2017 e deri më tani vetëm online. Po takojmë kështu në një epizod të re, si çdo të premte tjetër me mua Albinën, e për gjatë këtyre minutave do të mundohemi me ju servu materiale që kanë karakterizu botën e artit, kulturës dhe showbizit, por si që do randi duhet me falenderu A Studio, që për këtë herë është për kujdes për dukjen time. E tani është koha të që ty shiku si dashur se tash koha dhe ka fillu me ndryshu, gjatë kësaj jave kemi pas gëgja, vranësira, reshje, shiu, e ne u mundum që përmes rubrikës Rrëfim me sjell një aktor që krejt e njohim si Ardi familjes moderne, çka ka tret tek Armand Morina, projektet e tij të radhës dhe planet për të ardhmen, do të vinë tani tek ju përmes rubrikës së parë e me mu do të dëgjohemi e shikohemi vetëm pas kësaj historie. Një aktor i njohur dhe i dashur për publikun shqiptar. Bëhet fjalë për Armand Morina. Me të takuar me të në edicionin e 17 të Prifest, Zoom e realizoi një intervistë me të. Po më nona më kënë pozitive dhe kur po është festivali me këtë atmosferë që për na bjen një ndjenjë të piheve evropiane, botnore, edhe po më pëlqen që po i ndodh qytetit për i filmi, se e meriton Prishtina. Ai më tutje pohon se Kosova ka nevojë për evente të tilla e madje ka një lutje për të gjitha mediat vendore. Po unë besoj që mediat në Kosovë duhet me pas përqindje më të madhe përveç kulturës edhe argëtimit. Sa ma pak debate se ka shumë debate, përqindja është 70-30. Për që ato njerëzit janë nervëz se kanë shumë debate. Televizionet, unë besoj që duhet me pas 30% debate, 70% art edhe argëtim. Risia e fundit nga ai është pjesëmarrja në një film i cili u paraqit në finalen e Prifilm Fest. Unë kam dëshirë që kur të është festivali njerëzit me është shansë, është me i pas shumë vepra, shumë kultura të ndryshme. Nesër unë do të asha një film që edhe unë do të asha për herë të parë, ku kam marrë pjesë para 3 viteve në Tiranë, është gjiru, po është ka produksion Kosovë dhe Shqipëri,
Edhe thirrja jam është që publika jonë duhet ta shfrytëzoj këto ditë kur është për filmi, se me të vërtet ka filma shumë bukur. Ata kur ne si popull të vaxhër, kur s'kemi mundësi me udhëtu, është filmi që na vjen, kulturat e huaja që na vijnë këtu dhe na duhet me i pa. Kosova me industrinë e saj në rritje të filmit ka shfaqur interes të madh për të zhvilluar bashkëpunime ndërkombëtare, me qëllimin e vetëm të fuqizojnë kinematografinë lokale dhe të rrisin prezencën në tregjet globale. Morina shpreson më shumë në bashkëprodhim me shtete tjera, duke bërë kështu që Kosova jonë e vogël të përfaqësohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Ky edicion më ka pëlqyer shumë, ka qenë tepër i mirë, i qetë, bukur ka shku, ka pas filma shumë kvalitet, edhe shpresoj që sa më shumë bashkëprodhime Kosova me botën e civilizuar. Përndryshe, a do ta kemi së shpejti me jo një, as dy, por 3 shfaqje të reja. Jam të punu edhe me një 3 shfaqje që do dalin në shtator dhe tetor, shtator do të fillojmë, tash sa kemi fillu, edhe ka me pas shumë surpriza. Ka më konë një vit tepër aktiv. Po me seriale vendore, na zbula ke pas oferta? Me seriale vendore jo s'kom pas oferta, sepse mos harrojmë një gjë, se kur Kosova është në sezona zgjedhore, çdo gjë vdes në Kosovë. Tuti çka kemi të marrum zgjedhje. Për fund, e ngacmua me një pyetje pikante që ka të bëj me Big Brother VIP. Në intervistën e kaluar, ai dha një mendim që shpejt ju bë viral. Zoom u rikujton edhe një herë këtë moment. Kum pasu në ftesë për Big Brother dhe në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe është një format që po ka shikueshmëri shumë të madhe. Ata që kanë mundësi, nëse mund të quhet, çka mund të quhet VIP, produksioni është duhet me qenë ekstrem. Me një fjali, e atëherë ta shohim sa është vështirë për një mamë të qenë pjesëmarrës në Big Brother. Se kur je fytyrë publike, ki edhe përgjegjësi publike. Edhe nëse e thuni një reakcion, duhet mi thonë me qëllim. Mirë, po nëse ki shpreh, po e quaj fashizëm, ose e ki ofendu gjinin e but, ose e ki shkel drejtat e njeriut elementare, ti duhet me shku në shtëpi njerë. Ajo nuk kanë faj mësafirt, se 24 orë, edhe unë nështë nëse shkoj kisha mujt me dalë për vetës në momente caktume, po është pikërisht produksioni dhe producentat në një shoqëni që është aq lehtë, aq e dhunshme, me kriju rregulla strikte, me njerë me shku në shtëpi. Ne të kalojnë edhe 60 vetë, ne të shohim ky popull me ma shumë VIP se popullato ka do me metë. A mban akoma të njëjtin mendim. Fundit në Zoom ke deklaru për Big Brother. A ke pas ftesa për me qenë pjesa aty formate? Jo, s'kum pas ftesa edhe opinionin që e kum dhënë shumë sinqert, se me qenë se kur një gjë merr shikueshmëri, me të vërtet duhet me rrit koston e seleksionimit. Unë jam për me qenë gjithëpërfshirës. Gjithmonë jam gjithëpërfshirës. Jam shumë i hapun se ne mësojmë për çfarë do lloj formati. Përndryshe, ai është një figurë publike aktive që kontribon në zhvillimin e kulturës dhe artit në vend.